Po zakonisht qimim shumicës. Qimim shumicës, e japëm marketi normal e shet qmimin e Po trejtë. sa mundet me shku për shembull kilogrami ose tash? Po zakonisht kilogrami vitin e kaluar ka qenë €1.95 çato usjell. A mendon që këtë vit do të ketë rritje, tu e marr parasysh ndryshimin e çmimeve? Po, ti marr parasysh po, çmimet ka veç pa lëvizin. Për Muhametin, toka nuk është vetëm burim jetese, por edhe krenari, sepse ai beson se toka e punuar është pasuria më e madhe që mund ta ketë një familje. Si zakonisht, pika e parë është pika e shëndetit. Që unë kultivoj një spec, unë borg, po kultivoj pa herbicide. Aja është ndër parat. E dyta tani të mirat familjare, kuptohet. Po unë e kam si mini biznes, jo biznes të madh, po si mini biznes familjar. Edhe Na tash vetë se kemi hinë, po thuaj se shumë pranë jemi stinës të pranverës, nuk ka mbetur të shumë, edhe po shohim që cilat janë ato para përgatitjet e tua si bojk, ndoshta që ke fillu paraprakisht për me punu çu tokën, tregona më shumë. Po zakonisht me fillimin e sezonit pranverore, serat i morëm, i frezatëm normal, i plerosëm me, ne i thojmë ple t'luve. Apo kupton, ple natyral, jo artificial. Edhe i frezatëm, i pregaditëm, jashtrojmë sistemin e ujitjes, edhe bojmë bjellën e tyre, po gjatë bjellës, mas bjellës, zakonisht e dojnë një përkujdesje më të veçantë, me ujitje plus me aerosja. Dhe në pyetje që të dyja janë pak ma... E përmende pjesën e ujitjes, ke investu tash në këtë sistemin pik-pik, si që shumica e bujqve që e kanë? Po zakonisht, po aja gjithësysha. Se pa tonë nuk është e frytshme që dohet. Apo të sistemi ujitjes është normal, i mirë, e vitë sa dohet. Apo kuptan. Tregona pak, zotëri Mamet, procesin prej farës të mbjelljes ndoshta e deri te rritja e specit. Po besoj të ka rame e pa në gjatë kohës sa është rrit një spec. Tregona pak më shumë që të mënyrë procesin e punës. Po zakonisht farat e specit mbillen në module, i thojnë. Gjatë që ato e dënë edhe atë përgatitjen e mirë, me pos temperaturën e duhur, edhe zakonisht dritë dojnë me pos. Po, e kuptoj. Edhe pastaj ajo shkojnë të u zhvillu. Në cilin klasë çfarë klasi është veu që ke në zyrën tënde? Kjo mund me konë klasi 3-4. Që ato mund me konë. Nuk konë për klasës të parë. Se na nuk jem kodrinore malur, apo kupton. Po, sa do kudo është e frytshme. Edhe toka është pjellore në këtë rast, domethënë është e frytshme. Po, e frytshme është. Preferohet ndoshta për të mbjell. Po, si të kisha ambicie për punë, ku do që ishe e banë edhe tokën pjellore, me deshtë. Veç donë pak angazhim. Përveç punës ndoshta që bëni mbjelljen, a merreni edhe me shitjen e tyre pastaj? Ka interesim këtu në fshat? Jo në fshat, po zakonisht në qytet i kemi marketet, të cilët i dërgojmë, edhe veç nuk kam sasi duhur sa lypin, sa është kërkesa. Me çfarë çmimi po delin në treg? Po zakonisht qimim shumicës. Qimim shumicës, e japëm marketi normal e shet qmimin e trejtë. Po sa mundet me shku për shembull kilogrami ose tash? Po zakonisht kilogrami vitin e kaluar ka qenë €1.95 çato usjell. A mendon që këtë vit do të ketë rritje, tu e marr parasysh ndryshimin e çmimeve? Po, ti marr parasysh po, çmimet ka veç pa lëvizin. Veç pa lëvizin. Serrat e tij sot janë bërë burim jetese për familjen, por edhe një shembull se si me punë dhe vullnet toka mund të jap gjithmonë frite.